Përshëndetje të gjithëve dhe ju falenderoj shumë që keni ardhur në këtë takim, i cili është dhe ideja e takimit me votues të cilët votojnë për herë të parë. Unë jam kandidati i Partisë Socialiste në listën shumë emërore të qarkut Shkodër, dhe realisht desha të flas sot për rëndësinë që ka aktivizmi, jo vetëm politik, po aktivizmi në jetën komunitare apo sociale që ne bëjmë. Du ta nis me rastin e një vajze, e cila u bë shumë e njohur fal një kauze që ajo ngriti, rasti Gretës, besoj se gjithë e njihni Greta Thunberg, e cila ngriti një problem, është problem global, ajo e global warming, apo nxehtësisë globale, dhe realisht ajo frymëzoi shumë adoleshent, shumë të rinj anë mban botës për të ngrit edhe për të bërë që zani tyne të dëgjohet. Është e vërtet që edhe unë e kam nis si i ri, si një aktivist në forumet rinore të Partisë Socialiste, në strukturat e saj, dhe po ashtu kam pas rastin edhe fatin të kisha edhe një profesor në vendin ku unë kam studiu, në universitetin ku unë kam studiu, i cili e përmente shumë herë faktin se të rinjt sot duhet jenë aktiv. Të rinjt sot duhet të ngrenë zanin për problematikat e lagjes ku jetojnë, qytetit ku jetojnë, vendit ku jetojnë, edhe duke ngrit një kauzë aty ne i dëgjohet edhe zani. Ai shpesh herë përdorte edhe një shprehje që më ka mbet në mendje. Ai thonte se është shumë e rëndësishme ne të krijojmë një network. Pra krijimi një rrjeti me njëri tjetrin është një rëndësie të veçantë, për arsye se si sot që ne jemi mbledh kur shumica nuk njihemi me njëri tjetrin, pra sot po njihemi edhe me njëri tjetrin, nesër pas nesër këto kontakte që ne krijojmë fal aktivizmit ton do na shërbejnë. Dhe ai shprehej tekstualisht thoshte se your network is your net worth. Pra besoj gjithë e kuptoni që rrjeti juaj, networku që ju krijoni është ajo sa ju vleni. Dhe ju bëj thirrje që t'jemi të bashkuar. T'jemi bashk të ngrejmë një kauzë e cila na intereson gjithëve. Për shembull, kemi shumë dëshirë dhe doja shprehim edhe deputetit Beqaj, kemi shumë dëshirë krijimin e hapësirave rekreacionale për të rinj. Kemi shumë dëshirë për palestra sportive, më shumë. Kemi më shumë nevojë për biblioteka, kemi më shumë nevojë për librari, kemi më shumë nevojë për teatro. Pra këto janë domosdoshmëri që ne si të rinj janë ndjejmë nevojën. Edhe duke kriju këtë grupin, duke kriju këtë kauzë, unë mendoj se shumë shpejt edhe zani jonë do të dëgjohet, dhe jam i bindur se aksioni është shumë herë më bindës se sa fjalët. Kështu që u bëj thirrje, t'jemi bashk, të vazhdojmë këtë rrugë bashk, dhe çdo dëshirë, çdo nevojë që ne kemi, duke bë një mbledhje, duke bë një aktivitet, duke bë një aksion, ne mund t'ja dalim. Me të drejtë, ti Kabir the që duhet të bëhemi bashkë, të krijojmë kauzat përbashkëta, po besoj se përtej kauzave të përbashkëta që sigurisht të rinjt ngrejnë, dashur pa dashur, unë sot, po edhe ti tashmë, jemi pjesë edhe një formacioni politik. Më thënë, problemi është që nevojat e atyre që u shpreh ti për shumë hapësira për sport, për kulturë, për rekreacion janë përbashkëta të gjithëve. Forcat ndryshme politike kanë qasjet e tyre dhe modelet e tyre. Dhe sigurisht që ne duhet i tregojmë edhe këtyre që janë këtu, çfarë mendojmë ne si PS të zgjidhim këtë gjë, që të mund pastaj të pretendojmë të themi na merrni në konsiderat edhe kur vjen momenti për të votuar. Po besoj se më mirë le të shprehen të gjithë pa radh, pa agjend. Zakonisht shifet kena veç futbollin, calceto, po them zbijan të calceto të tjera. Mendoj që kena pas nevojë edhe për disa vende porçet mu përmirësu, mi dhënë zgjerim porçeve, mi upgrade, si më thonë. Edhe
mendoj për shembull ashtu më shumë vende tjera për të bërë aktivitete nga më të ndryshme, sporte, çfarë do lloj gjaje, mund të ketë si në Tiranë për shembull është latitudi që ke zbavitje për fëmijë, për tritën, për çfarë do, mendoj që ky vend ka nevojë për atë, se ky vend është i mushur me kafe lokale që janë pavlefshme, mendoj për vetë janë të shumta. Për mendimin tim, Shkodra ka nevojë për, si stalle parafolsi, për më shumë vende ku të rinjt mlellen bashk përveç kafeve. Edhe për mendimin tim ka nevojë edhe për hapje vendeve të reja të punës, ku rinia mund të punësohet, sepse ka shumë të ri pa punësat, cilë kërkojnë punë, dhe Shkodra ka vend shumë për përparim, dhe për mendimin tim duhet mu fokusu më shumë. Unë jam shumë dakord me që tha edhe Kabiri për pjesën që na duhet më shumë vende si biblioteka apo hapësira publike apo hapësira me të gjelbërta. Po ta krahasojmë edhe me vendet e jashtme, domethënë kur një person bën aplikimin nëpër universitete, gjëja e parë që shohin janë aktivitetet jashtëshkollore. Edhe këtu besoj që nuk kemi shumë mundësi për të kriju këto aktivitete, sepse nuk kemi mundësitë e duhura dhe hapësirat e duhura. Edhe kjo mendoj që është shumë e rëndësishme për rinin që të bëhet edhe më përparimtare. Të në Shkodër mungojnë pjesa e sportit, duke që mungon pjesa e sportit shumë të rritë, paktën i konsumojnë edhe dohanin, po sportin në formë njëre ta pengon këtë gjë. Edhe në që ambjendet sportive duhet më shtu, sidomos në Shkodër, për me të largu prej veseve që japo rrugës keqe që më është më një. Unë jam Mige Tyreza, kandidoj për Azgjan. jam koordinatore politike për Bashkinë e Shkodrës, nga Partia Socialiste. Unë ju niva gjithë se cilin për jush. Por në fakt du me ju thanë vetëm një fjali, një shtet patardme, një shtet patriash, një shtet patardme. Dhe në këtë moment ju duhet kuptoni peshën tuj. Nëse ju më thoni mu që duhen mua po neva po qënë si kapra, sepse në këto takime, në fakt, këto takime bëhen që ne të diskutoj me një tjetërin, që të prekum pikrisht thelbin e problemit, dhe jo thjesht për të thënë dy fjali. Kështu që është rinia e cila duhet bëjnë hapjen e para. Është gjithë se cili për jush. Dikur në kohën teme edhe unë i drejtosha gishtin, pse jo, edhe pushtetet qendrore dhe ati lokal dhe gjithë kujt tjetër. Dhe në fakt, të gjithë këto njësi kanë përgjithësitë e veta. Askush nuk thot që ky është një vend i ndritshëm dhe që gjithçka është bë mirë. Jo, nuk është bë mirë, dhe ka nevojë për përmirësim. Ka nevojë për përmirësim dhe të i kanë një situatë tillë, duhet jeni ju ato që na diftoni rrugën. I diftoni rrugën Kabirit, por i diftoni rrugën edhe një moshe tjetër, siç është Beqja apo kushdo tjetër që kandidon sot për sot në Shkodër. Ju keni nevojë për projekte, keni nevojë për të kenë bashk, keni nevojë edhe për të protestuar, por edhe për të ndërtu iniciativa, ju keni nevojë për me një qytetin, sepse vetëm tu je jetu qytetin me dëshirën për të kenë pjesë e tij, vetëm atëherë do filloni realisht prekni themelin e problemeve. Nëse ne shkojmë te punësimi, sepse niva një djalë që e përmendi po tjetër është problem. Por ne duhet projektojmë si të shkojmë drejt punësimit. Nëse gjithë do të kërkojmë shtetin, është aq pak interesante sa që se kuptoj çfarë ka të tjerë zakonshme shteti asgjë, përveç se 12 orëve punë edhe një rrogë në fund të muajit. Ndërkohë që Shkodra në fakt ofron shumë më tepër. Dhe këtu ka mundësi pafund, unë e kuptoj që ne sot kena një pengesë të fortë që është Bashkia e Shkodrës, realisht, dhe nuk e tham thjesht sepse janë kraj tjetër politike dhe klishe të tilla. Sepse fundja fundit qyteti i përket edhe të majtëve dhe të djathtëve. Edhe atyne që i përkrajnë programin e Partisë Socialiste, po edhe atyne që mendojnë që e djathta është
një mënyrë përfaqësimit. E them që është pengesë sepse realisht nuk ka ditë për me shtru rrugën për trit. Nuk ka ditë me shtru rrugën për trit, sepse si mund tjetë një opcion që mund t'i jepet trive. Ndërtimin e një sallë, si që është tu e ndërtu kabiri për një zonë për trit, bashkia ka mundësin që t'i thot trive, hajtë një këtu, shkru një projekte, ai që është i zotit ta fitoj projektin, garanci mas vetes ka bashkinë Shkodër. Ndërkohë që nuk bëhet. Nuk bëhet sepse nuk e ndhin ky qytet. E nëse brezi jem nuk e ndhin, duhet ta ndhini ju. Nuk jena shumë large, mos më shifni kështu si plak shumë. Por në raport me votuesit për herë të parë, po tërhiqem dhe po them brezi jem dhe brezi juaj. Nëse na kena bë fajet tona në raport me këtë qytet, duhet jeni ju ato që duhet ta rregulloni këtë qytet. Sepse populli jonë thot një shprehje, guri rënd në vend vet, e s'ka kërkun tjetër më mirë se sa në vend tuaj. Na mund të shkojmë po tjetër në për Gjermanina, Italina, eksperjenca, Amerika, bukur shumë, por ama ky është territori në cilin duhet me zhvillu veten. Ky është territori në cilin ne na lindh, i njohim, i dim të mirat edhe të këqijat, njohim njëri tjetrin, dalim edhe në pijacë dhe bëjmë atë ecjen e famshme që kena 50 vjeç që e bëjmë soi si jeni mirësin. Do të thonë grup shkon në grup vjen, po edhe ajo në vetveti është e bukur. Është e bukur. Dhe prandaj unë sinqerisht ju ftoj ju më fort se këdo tjetër që të krijoni frym këtë qytet. Ky nuk është një qytet i cili meriton të braktiset, është një qytet i cili meriton të jetohet me vrullshëm, ecshëm. Është një qytet i cili sado të shkatrojnë, sado t'i prishin ton qëndësinë e vet. Pra prodhon, sepse na prodhon të rrit jashtëzakonshëm. Të shumë fushave, poezi, këngë, mbledhesh një lokal vazhdon alo dhe nin këngëtar krejt natyrshëm që janë atje në cep të vet dhe nin një zobër i lëndë dhe thu ç'a bëhet në këtë drejt qytetit. Prandaj bëni ju bashk. Vetëm bashk, mos u bëni si na. Nëse na shembulli më i mirë. Ai ky kush ka historira. Ju duhet jeni bashk, sepse vetëm të i kanë bashk mund të bëni presion pozitiv fantastik. Faktikisht, unë vjen nga shkolla administrim biznesit. E kam kryer në vendin tem, por si dashur këtu që niva, po e shuj shokë miq gjithë, dosha me ik jashtë. Okej, mos e shifsha më pëlqeta i leku ndoshta 2-3.000 euro ose 1.600 euro, 1.700 euro, por harrova që vazhdo të qeraja drejta ujna, shkoshin shpenzimet si këto. Qa në këto, si e parashtra edhe Megi. Po t'ishim ne gjithë që unë du më ndajtë këtë vend, dhe du, si unë sa që du më ndajtë, gjeta vetin të kabiri, të kandidatja tjetër, të zotnia, i gjeta vetin pse, se këto vinë nga fushat që janë të ri, ky është i ri, ky është si ne. Edhe na kuptan mu parin më mirë dhe ju më mirë, për arsye për me dalë të kjo që tha Megi mu bë bashkë, se zoni ti të kanë përfaqësu si oni, do t'jetë më afër shpjegimit në aty ku duhet, për me marrat që ne dona. Parashtrunë nda probleme shok, në kisha qefe mojtë dëshënime. Krijimi vendeve të punës, si mund krijohet vendet të punës. Zoti Ilirbeqa tha, pse jo? Pse jo, në rritjen e rrjetit lidhës, nëpërmjet tyne parçeve që ne thame, po e krijuame ne këta parçe, ne si shok, si miq, tu bë një grup 20 vet, 30 vet mas mësimit, ja më shku te kafja, po më shku te një park, me kriju një lojë me top, një diçka të tillë, edhe interesi biznesmenave automatikisht rritet për krijimin e këtyre parçeve. Në qoftë se ne si konsumator të këtyre parçeve e rrisim kërkesën, ato pse jo, do ta ndërtojnë atë. Por të ndërtu këta gjana, unë mendoj që hapen vendet e punës. Ta vendet e punës do punojmë ne që me lujt në ata parçe. Krijimi këtyre se punësim, nxitja këtyre trinjve për me punu vetë aja që dojnë me kriju vetë. Mesoj se është më akullojt edhe për ju me gjetë vetin për me punu dikun, e ja me ikë jashtë. Se dhe po ikë me jashtë, kena me fillu me punu diçka tjetër për dikën tjetër. Këtu të punu për vedi, kena me pas edhe ma motivim të mund për me punu. Edhe mu ba bashkë, me punu bashkë, me zonin e ri, se ky mund të na kuptojnë, edhe ky mund të transmetojnë ma mirë sinjalin e tyne që janë më lartë për me na nimune. Kam zhvillu jashtëzakonisht shumë takime me të rinj këto ditë, edhe më ka bë përshtypje një djalë, genuin, dhe më mbeti në mendje diçka që ai më tha. Mu shpreh në një mënyrë të tillë, më tha,
o Kabir, më tha, ta të rritunit na akuzojnë që ne rrim vetëm në për kafe. Po si mos të rrim vetëm në për kafe, kur çdo 10 metra këtu ka i kafe? Ne kemi nevojë më orientu, ne jemi të rinj, ne duhet të orientohemi. Nëse çdo 10 metra ne do kishim një bibliotek, ne do rrinim në bibliotek. Nëse çdo 10 metra do kishim një palestër sportive, ne do ishim në palestër sportive. Dhe unë mendoj se mesazhi është i qartë. Ne si Parti Socialiste, jo vetëm duke u nisur nga fakti që shumë prej kandidatëve e përfaqësojnë këtë fash moshe, por edhe për faktin se ekziston vullneti mirë për të punuar për të rinjt. Sepse realisht ne mendojmë se jo vetëm rinia është e ardhmja, por rinia është edhe e tashmja. Unë besoj se ne ende, për them, si politik, po flas për 8 vjetet e mazhorancës PS-s, ende s'kemi bërë mjaftueshëm për të bindur kudo që të mos iki nga Shqipëria. Sigurisht, lëvizja e lirë është një arritje shumë e madhe dhe askush nuk mund të privohet nga kjo gjë, por besoj se edhe midis jush ka ende njerëz që tash që flasin mendojnë që do ishte më mirë që të kishim ikur. Nga Shkodra në Tiranë apo nga Shkodra dhe Tirana jashtë Shqipërisë, diku tjetër, siç ka shumë që vazhdojnë ikin. Unë besoj se po dalim më konkretisht tek ato që folëm, se thelbi është punësimi. Por më pëlqeu shumë ajo se si i lidhi shoku juaj që tha, nga krijimi i hapësirave për ne gjenerohet punësim direkt dhe indirekt. Dy gjëra mund t'ju them që besoj se i kemi në, nuk po them ende plan, në program, pra nuk është më shumë se ëndër, por ende nuk është plan. Se po t'ishte plan, duhet kishte edhe një afati se kemi akoma, por dua të daj me ju 2 ide, të cilat besoj se janë të realizueshme në mandatin e ardhshëm. Unë e kam kuptuar to 8 muaj, sidomos në Shkodër, që nga shtatori që Shkodrës i mungon një qendër e zhvillimit të talenteve. Dhe kemi identifikuar një vend, një pronë publike, kemi filluar procedurat për ta formalizuar dhe kemi regjistruar në kadastër, është hapësira e asaj që ju e dini është ish uzina e telave. Është 85.000 metra katror. Duam të zhvillojmë aty diçka që e kemi quajtur kopshti i talenteve shkodrane, Shkodra Talent Garden. Kemi marrë fillimisht një piknisje nga Parku Olimpik i Korçës. Pra ideja e parë ishte me bë vetëm sport. Po pastaj është shumë e domosdoshme dhe shtrirja e modelit të qendrës Tumo, si po konvertohet piramida në Tiranë, edhe në qytete tjera. Ndërkohë është e domosdoshme edhe krijimi i hapësirës që të rinjt të mund t'i kthehen në mënyrë inovative edhe art, sidomos traditës së zejtarisë. Kështu që do përpiqemi të ndërtojmë aty diçka të përbashkët. Ndoshta nuk kemi mundësi të zhvillojmë futboll, po ka hapësira për futboll sa dush, po do përpiqemi të bëjmë 3 gjëra. Sporte indoor dhe outdoor, hapësira për inovacion dhe për teknologji. Do jetë një qendër publike, e financuar nga qeveria, në mënyrë që të rinjt që duan të zhvillojnë iniciativat e tyre, startupet, të gjejnë aty të paktën fillimisht mjedisin. Një mjedis ku të punojnë. Pra të vinë me i kompjuter nga shtëpia, të kenë një tavolinë dhe një internet që të lidhen. Janë këto që sot bota i quan coworking. Hapësirat e coworking. Dhe aty keni mundësinë të lidheni edhe me njëri tjetrin. Ju thatë që jeni programist. Dikush tjetër mund të jetë web designer. Dikush tjetër mund të përdor diçka që lidhet me shitjet online. Por pjesa e teknologjisë dhe inovacionit është e pambarimtë. Në funksion të kësaj, do shta ju e një brez që nuk ka, po ne, në pjesën e shkollës së mesme, po zgjerojmë 3 gjëra, shumë të rëndësishme. Do shta ju ka kap një pjesë e jush shtimi i orëve të edukimit fizik një javë, anglishtja, po do fillojmë sa herë edhe kodimin, pra programimin, në mënyrë që kur të marrosh gjimnazin të dish të programosh. Kjo është pjesa e startupit dhe inovacionit. Pjesa e sportit është një pjesë më e lehtë,
sigurisht ju thash, nuk do ketë sport se s'ka hapësirë për futboll, por do ketë sporte indoor dhe outdoor, kolektive apo individuale. Edhe çështja e artizanatit në mënyrë më inovative për mua shumë interesante. Domethënë, këtu ka disa objekte shumë të veçanta, të cilat mund të rikthehen dhe kthehen në sende që i dhurohen turistëve, por mua për shembull më vjen inat që pse nuk ka një produkte të printuara me 3D në Shkodër që jepen turistëve. Printimet 3D sot janë shumë të lehta dhe shumë të thjeshta. Ne për shembull shpresojmë shumë që xhubleta të pranohet në UNESCO si trashëgimi botërore. Po unë jam i bindur që ditën që xhubleta do pranohet, dhe do pranohet, Shkodra nuk do jetë gati të plotësoj kërkesën për xhubleta. Njerëzit që dinë me bëj xhubleta tamam, dhe thonë do 6 muaj të bëhet, e do kone vete, do, mirë po, një pjesë e trive dhe treve alzanat e kanë humb. Duhet ta rikthejmë. Por nëse xhubleta do jetë ajo klasikja, që ka kaq kile etj, një mënyrë moderne, një xhublet më e vogël mund të jetë ngjashme me ato që ka vesh kuklla Barbie. Të gjitha këto janë gjëra që mundet të zhvillohen në mënyrë që të kemi ekonomi për gjithë secilin. Hapësira tjetër për mua shumë interesante, dhe sidomos në funksion të sportit, dhe sportit të ujit për mua është liçeni. Është për të ardhur keq, ne kemi këtë të keqe edhe me liçenin dhe me detin dhe me lumin. Ne praktikisht vend bregdetar, po me detin nuk është se jetojmë shumë. Me liçenin janë lidh vetëm ata që janë në Shirokën Zogaj apo në pjesën e vijës ujit, Malësit Madhe, po jo se qyteti jeton tamam me liçenin. Unë besoj se plani ynë për zhvillu Shirokën, kjo që kemi bërë Shirokë është vetëm fillimi. Në Shirokë pritet të investohen 16 milion euro. Dhe për te që do ndodhin në tokë, janë dhe 3 mole. Po zhvillimi i moleve, turizmi ujor, sporti ujor është hapësirë për rekreacion, po është hapësirë për punësim. Se ato mjete lundrusit kanë nevojë për shërbime. Po kaq fantastik, mos jetë këtë bashki, po është vetëm gjysore për këtu, është dhe projekti jonë i madh i shfrytëzimit për qëllim normal turizmi dhe ekonomie edhe liçenit Vaudesit. Në liçenit Vaudesit do ndërtohen edhe aty 3 mole. Në mënyrë që nga Vaudesi në Koman, po të shkosh vetëm në rrugë, po të shkosh dhe me ujë. Do me shku në Lumë të Çalesh për turizëm, vjen deri në Vaudes, merr një mjet lundrus, del në anën tjetër, hypën 2 kilometra edhe shkon në Lumë të Çales. Të gjitha këto janë hapësira të cilat besoj se do të krijohen nëpërmjet investimeve publike, që pastaj të rinjt të kenë shumë më tepër hapësirë për të zhvilluar. Një gjë që dua ta theksoj pak dhe Edi Rama kur prezantoi kandidatët para ca ditësh. Reforma e arsimit të lartë ka qenë një reformë e domosdoshme. Mirë po, ne ndjejmë që prap ka nevojë për më shumë frymarrje dhe për shumë oksigjen financiar për shkollat e larta. Ne jemi të angazhuar që të caktojmë çdo vit 10 milion euro për të mbështetur financiarisht ato universitete publike shqiptare që do arrijnë të bëjnë një binjakëzim me universitete publike europiane apo amerikane për të nxjerrë ato që quhen joint degree. Ligji i arsimit të lartë e njeh joint degree. Çfarë do të thotë? Dikush që studion për informatik në Shkodër, ajo dek bën program të përbashkët me një universitet austriak apo italian apo gjerman, dhe në fund fare diploma që merr është të ka marrë diplomën atje. Njëta gjë mund ndodhi në ekonomi, njëta gjë mund ndodhi në turizëm. Përveç se besoj se edhe këto që shkencat që ju i fusi sot në grupin e humanities, kam përshtypjen që ka shumë hapësirë për të zhvilluar mundësi për profesione të lira në mbështetje të turizmit. Në letër, Shkodra ka bashk gjëra që si ka asnjë vend tjetër në Shqipëri. Domethënë ka që afër të kesh detin, liçenin, lumin, malin, trashëgimin e lashtë, trashëgimin jo materiale, këngën, muzikën, kulturën, pikturën, dramën, poezin, teatrin dhe
pastaj njëshi fare, për mu është mikpritja. Kështu që besoj se me të gjitha këto duhet të ketë dritë shprese për me zgjedh ndërtimin e të ardhmes këtu. Sigurisht kjo nuk mjafton, sepse do vi një mosh mas 4-5 vjetësh që ju do kërkoni edhe krijimin e familjes dhe ajo ka halle tjera. Nuk po ju flas kaq shpejt për ato, po edhe për ato besoj se 2 element veçantë, një gjë që është çeku i bebes që ka filluar për kësaj kohësh, po ne jemi të gatshëm që vitin e ardhshëm të ofrojmë për çdo çift të ri financim të drejtë për drejtë për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të shtëpisë parë me para pa kthim. Tashti në 25 prill gjykojeni vet. Unë sigurisht në emër të Partisë Socialiste do ju kërkoj votën për Partinë Socialiste numrin 12 në listën e partive. Pastaj ne jemi edhe kandidat, po te kandidatët zgjidheni vetë këtë doni, ju e keni një përfaqësues tuaj më drejt për drejt. Te kandidatët jeni të lirë të zgjidhni, por ju kërkoj të zgjidhni numrin 12 për Partinë Socialiste. Faleminderit. Ju mirëkuptoj këtë drejtim dhe besoj se të paktën mund të ndaj me ju 2-3 gjëra të cilët në mendimin tim e lehtësojnë fillimin e një biznesi. E lehtësojnë, se sigurisht biznesi dhe i vogël qoftë ka risk. Po të paktën ne kemi një program të veçantë që dikush që do të ka një ide të re mund të aplikoj tek fondi i startupeve dhe ligji i startupeve po miratohet për të aplikuar dhe për të marrë një financim fillestar. Pastaj biznesi i vogël taksën ja kanë apo zero. Nuk shet me TVSH, që do të thotë nuk ka nevojë të mbaj letra. Sigurisht do paguaj sigurime shoqërore, se ato janë për veten e tij. Besoj se procedurat e regjistrimit të biznesit dhe sidomos procedurat me e-Albania janë bërë tashmë shumë të lehta. Nuk janë procedurat aq më shumë për ju që jeni në rini që të gjithë një smartphone dini ta përdorni, prej aty nga celulari me një klik mbaroni shumë punë. Sigurisht ideja duhet jetë e juaja, patjetër. Dhe ne kemi këto element, mbështetjen financiare me fondin e startupeve, lehtësira fiskale, jo pengesa burokratike, dhe shpresoj shumë brenda mandatit, nëse këtë e vëjmë në funksionim siç duam ta bëjmë, Shkodra Talent Garden, aty të ketë mundësi për të punu shumë e lirshëm dhe aty për mu rëndësia më e madhe është që jeni në grup me njëri tjetrin. Dikush vjen me një ide, dikush vjen me një ide, 3-4 veta punojnë teknologji, po ka nevojë për një konsulent, aty është një konsulent juridik, pastaj vjen një konsulent financiar, një që është art designer, një që bën certifikimin e procedurave standardeve ISO, më the, thash, dhe gjitha këto e shtyn përpara besimin se këtu mund të ndërtohet e ardhmja.